Përforcimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore si mjet për ripërtëritjen e zonave rurale është ky libri një grupi studiuesish italian nga Universiteti i Firenzes, që u promovua në Bibliotekën Shkencore të Universitetit të Shkodrës Luigi Gurakuqi. Ky libër i studiuesve Antonio Lauria, Francesco Alberti dhe Pietro Matraki, si dhe Gabriella Paulinelli, sjell 3 hulumtime të reja rreth peizazhit kulturor dhe zonave të brendshme të bënjës në juglindit të Shqipërisë. Sot do të flitet për njërisitë të kuptuarit të trashëgimisë kulturore në lidhje me peizazhet, aspektet arkitektonike të saj, dhe ta shohim në një mënyrë më të gjallë atë që do të konkretizohet në aktivitet. Do flas pikërisht për këtë proces të rëndësishëm që të nxisim dhe të nxjerrim në pa të gjitha pasuritë e rëndësishme natyrore që kemi dhe që janë të domosdoshme për zhvillimin e turizmit. Unë kam punuar që në vitin 2018 edhe në Malsinë e Madhe dhe kam patur eksperiencë dhe mendoj që ka pasuri shumë të rëndësishme natyrore, të cilat të duhet që të nxirren në pa dhe unë i vlerësoj patjetër. Një prej problemeve kryesore që unë kam vërejtur në territor është formimi, por edhe të bëjmë praktika të mira për të ndihmuar sa më shumë në zhvillimin e territorit. Studiuesi Ardian Dreca, i cili ka bërë parathonën e librit, shprehet se një studim i ngjashëm duhet që të bëhet edhe për zonat e ndryshme të Shkodrës dhe thotë se jemi ende larg turizmit elitar që mund të kërkojnë europianët. Janë pa disa vlera të cilat edhe banorët vetë që i kanë jetu, por nuk kanë qenë të vetëdijshëm për ekzistencën e tyre dhe as më tepër nuk kanë mrit me i konceptualizu, me lexu territorin, nuk do të thonë me lexu vetëm ndërtesat, objektet arkitektonike, hapësina në ndërtume. Me lexu territorin do të thonë me lexu edhe njerëzit cilët e banojnë atë territor. Ata që në shohin më shpejt se sa hapësina, na gjithë kena provu me veten, janë njerëzit, mentaliteti i tyre, që është më i ngadalshëm, mund të mrim me apliku këtë metodologji, këtë çështje edhe për një territor tjetër. Dhe rasti i Thethit për shembull është paradigmatik në historinë tonë. Nuk është një kthim për me muzealizu territorin, as nuk është një kthim për me kthy turizmin një cover. Turizmi nuk është me hangër qofte me pi birra. Turizmi është diçka që prodhohet të nis prej një tabani kulturor. Nuk duhet ta konceptojmë vlerat e këtij qytetit, njerëzit e mlaj si kërtollat, që pjesët me vlerë kanë 90. Nga njëherë deti mund është me pas 30 km larg, edhe se ke afër. Se ke afër për arsye kulturore, aty nuk lviz deti, po janë ana që nuk mrrin me shku te deti. Libri i 4 i studiuesve italian përqendrohet në Bënj, një fshat rural në bashkinë e Përmetit në jug të Shqipërisë. Hulumtimi përcakton një strategji ndërhyrjesh të vogla që synojnë përmirësimin në mënyrën më të respektueshme të burimeve natyrore, arkitekturore dhe sociale të zonës, duke propozuar një qasje për rigjallërimin e zonave rurale.